Një ngjarje e rëndë është regjistruar në orët e para të mëngjesit në lagje 28 nëntori në qytetin e Vlorës, ku një mobileri është përfshirë nga flakët pas një zjarrvënie të qëllimshme. Sipas burimeve policore, ngjarja ndodhi rreth orës 03, ku një person i maskuar është afruar pranë objektit, ka thyer xhamin e derës me një çekeçë dhe më pas ka hedhur benzinë duke i vënë flakën brendësisë së mobilerisë. Në pamjet e siguruara nga kamerat e sigurisë shihet autori teksa vepron me qetësi dhe largohet me shpejtësi menjëherë pas zjarrvënies. Flakët janë vënë re nga banorët e zonës, të cilët kanë njoftuar menjëherë pronarin e mobilerisë, Eduard Aliko, dhe shërbimet zjarrfikse. Pavarësisht ndërhyrjes së shpejtë të zjarrfiksve, dëmet materiale në objekt rezultojnë të jenë të konsiderueshme. Policia ka rrethuar zonën dhe ka nisur hetimet për të identifikuar autorin, ndërsa po kontrollohen kamerat e sigurisë përreth për të zbuluar itinerarinë e tij pas largimit. Pronari i mobilerisë Eduard Aliko u shpreh se nuk ka konflikte personale apo profesionale që mund të lidhen me ngjarjen. Nuk kam asnjë konflikt me askënd, as me konkurrencën nuk besoj të kem probleme. Ja lë drejtësisë të zbarë këtë ngjarje dhe të kap autorin. Burimet nga policia konfirmojnë se kjo është hera e dytë që biznesi i Alikos bëhet objekt i një zjarrvënie të qëllimshme, pasi një ngjarje e ngjashme ishte shënuar edhe në vitin 2015, por autorët atëherë nuk u identifikuan kurrë.